Kryetari Skënderajt Samil Ushtaku paraqit sot para trupit gjykues, bashkë me ish drejtorin e Kekut Arben Gjukaj dhe 5 të akuzuarit e tjerë për tenderin 6 milionësh për sigurimin fizik të objekteve të Kekut. Tenderin e kishte fituar kompania e Milazim Lushtakut, NIP i Samil Ushtakut, e për këtë ai po akuzohet për shtyrje dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe ndikim, ndërsa NIP i tij Milazimi bashkë me Satahirin po akuzohen për mashtrim. E drejtori i Kekut Arben Gjukaj, ish kryetari i organit shqyrtues të prokurimit Hysni Hoxha dhe Azem Duraku akuzohen për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Seanca nuk është lejuar të përcillet nga mediat. Ajo shpallë mbyllur vetëm 3 minuta pasi kishte filluar nga kryetari i trupit gjykues, Vladimir Mikula. Edhe pse nuk u leju agjirimi, aty si pale dëmtuar dëshmoi Granit Hasani nga kompania Besas Security, kompani kjo që ka humbur tenderin. Hasani është përgjigjur pyetjeve të prokurorit. Sipas Hasanit, kompania e tij ka plotësuar kriteret për këtë kontratë në krahasim me kompaninë Security Code, e cila nuk ka pasur licencë për sistemin e alarmeve. Hasani më tej ka shtuar se për të gjitha këto shkelje ka qenë njoftuar drejtori i prokurimit, drejtori menaxhues i Kekut Arben Gjukaj, i cili sipas tij për një kohë të gjatë nuk e ka nënshkruar këtë kontratë. Por në dëshminë e Hasanit nuk është përmendur asnjëherë emri kryetarit të Skënderajt Samil Ushtakut. Prandaj edhe sipas Arianit Kosit, avokati i Ushtakut, prokuroria nuk ka asnjë provë kundër tij. Madje ai pati edhe një përshkrim interesant për akuzat ndaj klientit të tij. Zoti Ushtaku po tenton të paraqitet si personi kujdestar për çdo problem në Kosovë. Kjo dhe argumentohet me faktin që në këtë gjykim asnjë provë materiale, asnjë dëshmi nuk është kundër tij, madje nuk përmendet fare. Na vazhdojmë ta kërkojmë drejtën tonë në këtë proces gjyqësor dhe jam i bindur se ai do të shpallet i pafajshëm. Thjesht asnjë provë nuk e kemi me të cilën inkriminohet sipas akuzës të cilën e ka dorëzuar prokuroria. Hetimet lidhur me këtë rast kishin filluar më 5 tetor të vitit 2012, ndërsa këtë akuza ishte ngritur më 16 janar të vitit të kaluar.